Deputetja e Elbasanit me mbiemrin Mile dhe një deputet i Durrësit me mbiemrin Balla. Këta tani janë nga personat më të votuar. Kjo Milja më duket është më e votuar në Shqipëri. Kandidatja tek pull që nuk e njeh askush. Tek pull më e votuar. Jo vetëm në Elbasan, por në Shqipëri. Tani kush merr vesh nga politika, ka ngritur shumë dyshime që zonja në fjalë është mbështetur nga një prej klaneve të krimit organizuar në Elbasan, Çopajt apo Çelat? Çelat. Tani nuk kam as shumë i updateuar me këta. Është si telenovel turke kjo puna e krimit. Halabagët janë shndruar mafios. Ndërkohë që ky Durrësit, Balla, me shumë gjas është nga një grup tjetër kriminal, Troplinët mos gaboj. Tani këta njerëz, pa pik personaliteti politik, pa e njohur askush, janë nga më të votuarit dhe ata në kuvendin e ardhshëm Shqipërisë nuk do jenë deputetët e Partisë Socialiste, madje nuk do jenë as deputetë e Edi Ramës, do jenë deputetët e organizatave kriminale. Janë ata që do t'i bëjnë presion në emër të organizatave kriminale Edi Ramës dhe shtetit shqiptar në mënyrë që institucionet e shtetit shqiptar të vazhdojnë të tolerojnë feudet e tyre kriminalo-ekonomike në Elbasan apo në Durrës. Ky është një primitivizëm politik, ky është kthim mbrapa i politikës.